Protesta kundër projektit në Zvërnec është organizuar edhe në mbrëmjen e së njëjtës në sheshin qendror të qytetit të Fierit. Për këtë protest kanë folur për televizionin Apollon Eliz Baba, aktivist dhe arkitekt me profesion, si dhe Besnik Manushi, aktivist. Ata kanë bërë të qartë se kjo protest është jashtë politikës dhe përbën vazhdimsi të protestave të zhvilluara në ditët e mëparshme në Tiranë. Duhet kemi një mesazh të qartë për gjithë qytetarët shqiptarë, njerëz të nderuar të këtij vendi, njerëz lirë të këtij vendi. Të gjithë duhet kenë të drejtë të shkojnë tek prona e tyre, edhe ajo që është publike. Dhe nuk duhet të respektojnë si pronën publike edhe atë private. Dhe ata që dëshirojnë që të marrin pronë në mënyrë të padrejtë, duhet ndalohen, duhet i thuhet jo. Duhet shëmben ato garde që unë për fat mirë sot mora vesh ishin shëmbur, duhet shëmben gardet që janë në mendjet e tyre, se mund të rrethojnë çdo tokë të Shqipërisë pa teklif, të bëjnë ligje të cilat i shërbejnë vetëm atyre dhe të rrethojnë çdo gjë në mënyrë jo konsensuale. Atëherë më konkrete, çfarë kërkoni ju dhe thirrja për çfarë kërkon kush? Të gjithë shqiptarët kërkojnë një gjë të rëndësishme, që ata të jetojnë me dinjitet në vendin e tyre. Nëse ligjet që ata bëjnë janë ligje për cilat ne nuk mund të jetojmë me dinjitet në vendin ton, ne i refuzojmë ato ligje. Kjo është ajo që kërkojmë. Kërkesat veçanta ka? Unë jemi parti politike që të themi këtu që kemi dalë parti politike dhe kemi kërkesat veçanta. Kërkesat janë në çdo tabel. Shkoni në Tiranë, shkoni në Vlorë, shkoni në Durrës, hajeni edhe në Fier dhe në çdo tabel do të gjeni kërkesat tona. Nëse s'din t'i lexojnë, është problemi tyre. Okej, ju i shmangeni. Ne duam vetëm ndryshim. Kjo klik 35 vjeçare ka bërë një kombinim shumë të keq, djallëzor, që t'i shërbej klikës që e mban në pushtet, nëpërmjet pareve të pista, nëpërmjet pareve të cilat nuk janë tyret, por janë të vjedhura nga ne. Dhe ne sot mbetemi një popull i vjedhur. Nuk jemi një popull i varfër, i vjedhur. Ata duhet i dorëzojnë këto mjetet e tyre që nuk janë demokratike dhe të sjellin mjetet demokratike ku zgjedhjet janë të lira dhe ne të kemi ligje të mira dhe jo ligje të përzgjedhurish. Fieri ka qenë ndër të parët që ka mbështetur protestën në Zvërnec dhe për ditë ka pasur aktivistë nga Fieri dhe qytetarë që kanë shkuar në Tiranë nga dëshira dhe nga zemra e madhe për të pasur më në fund drejtësi. Por sot, mbas kërkesat të qytetarëve, mbas njoftimeve spontane që ata kanë bërë online, ne u jemi bashkuar këtu në Fier dhe presim që të na bashkojnë dhe sa më shumë qytetarë të tjerë. Dhe ju bëjmë thirrje juve qytetarë që na shikoni, jo sot, por çdo ditë kjo të vazhdojë të bëhet një fest, një presion derisa kjo qeveri të hapi krahun, se ka kuptuar nëpërmjet zërit ton që i ka ardhur koha, sepse është populli ai që vendos se kur ikën qeveritari. Nuk është qeveritari që sundon. Ne jemi në demokraci dhe kemi luftuar për demokracinë dhe duhet ta ruajmë. Dhe ajo që qytetarët pretendojnë është ndryshimi i sistemit rrënjësor. Bollmë është mbushur kupa, nuk më vjen. Fakti që partitë kryesore politike, opozit, të cilat janë më të mëdha, janë pro projektit dhe i konsiderojnë këto grumbullime si të rëndësishme për shkak të karakterit që kanë për ambiente e tjera, ja si u duket ju? Grumbullimet tona të parëndësishme. Të dyja partitë e mëdha mbështesin njëra tjetrën. Okej. Shiko, më në fund këta kanë dalë aq zbuluar sepse dije që ishin bashkë, por nuk e kishin bërë në mënyrë kaq prepotente duke shfaqur për publikun. Dhe në njëjtën ditë që populli masivisht të rinia ka dalë në sheshin e Tiranës, këta janë mbledhur të dy bashkë, ata që populli po kërkon Ramamburg dhe Berishamburg, të dy bashkë janë mbledhur dhe po sulmojnë protestuesin, po sulmojnë zërin e rinisë, zërin e popullit, zërin e shtresës mesme e çdo qytetari që mendon se ka lirinë të protestojë dhe të thojë mendimin e tij. Dhe kur thonë që ky projekt duhet vazhdojë, është gjëja më tallëse më fyese që po bëjnë, sepse ne e kemi shembujt e Palasës, ne e kemi shembujt e Qerretit e Golemit, ku është mirëqenia, zhvillimi që ka ardhur për qytetarët. Në fakt ata thjesht janë shprehur që projekti duhet zhvillohet për shkak të impaktit pozitiv që ka në zhvillimin e ekonomisë vendit. Atëherë, unë këtu t'jap dhe mendimin tim si profesionist i fushës. Atëherë, në qoftë se Narta, edhe Darzeza, sepse ka një plan të tillë që Narta do zhduket fare si zonë mbrojtur,
atje do ndërtohet aq shumë, ajo do jetë siç është Rolling Hillsi, siç është Palasa, zonë me tra, ku do vinë vetëm pasanikët. Neve fjerake muzikçar na ngelet Gjanica apo Semani, kur të kemi lek për të vajtur dhe aty, se dhe atë mund ta bëjnë nesër me tra. Tani dalim ke pjesa reale. Atje do ndërtohet aq shumë sa zonë e mbrojtur e humbet funksionin e saj. Narta do bëhet si një zonë me pallate, me resorte, deri në 4 kate, do jetë me vila, ku pasaniku do rrije atje ke vilet ti private, kur të doj të hipi jahti do shkoj deri ke Sazani ta pi një kafe atje te Sazani, dhe pasi me jahtin e vet do t'i hipi dhe do shkoj të luaj golf në kampet e Darzezës. Kush e keqja do këtu? bëhen fushë golfi. E keqja këtu ku është? Gjithë ky është një ekosistem ekonomik i mbyllur, i përqendruar në një dorë të vetme, ja në dy. Dhe gjithë ekonomia dhe zhvillimi shkon për atë sistem. Ky është një sistem zhvillimi që është vërtetuar në botë, që nuk i jep ekonomi lokale. Pra, komplet Shqipëria, marrim Fierin, marrim zonën e Vlorës, marrim zonën e Kavajës, nuk kanë për përfituar asgjë. Maksimumi të rinj që janë këtu, që do dorëzohen, në një farë pike me diplomat e tyre, do vënë bëjnë kamarierin, do bëjnë pastruesin,